Dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në studio jam së bashku me shkrimtarin e mirënjohur Xhahit Bushati. Mirëmëngjes Xhahit, mirë se keni ardhur në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes Merita dhe përsëri unë do ju them mirëmëngjes edhe Shkodrës sime, edhe dëgjuesve, edhe miqve dhe kolegëve të mi. Unë jo kam edhe diçka për të shtuar, unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj për shumë çka, sepse kjo studio me ka zgjuar plot kujtime, janë 15 vitet e punës sime. Pikërisht do të ndalesha këtu. Do të thosha, merita është merita juaj që pas vitit 2003 unë shkeli, si të themi, për herë të parë edhe me fton pikërisht tani në rolin e një shkrimtari të një libri të sapobotuar të dalë në qarkullim, edhe për shumë çka që do të flasim për letërsinë. Në fakt, Xhahit, është puna juaj që e bën shumë të mirë sa ardhur pranin në studion e radios. Por duke u ndalur tek ajo çfarë ju thatë, unë atë çfarë kisha në mendje, atë ndjesi që ju më krijuat në fillim, jo nostalgji, por nderim dhe mirënjohje për një periudhë të konsiderueshme kohë që kemi punuar bashkë, sepse ju ende jeni kolegi yni, ju konsiderojmë me kontributin tuaj këtu në valët e Radio Shkodrës, madje në një përvjetor të 73 të Radio Shkodrës, në gjitha të kolan të madhe, gazetarësh, teknikësh, drejtuesish, punojësish të radios, zëri juaj është një zë i veçantë. Ndaj kjo më zgjon dhe më shumë fishon detyrimin për të qenë në këtë mikrofon me shumë ndjesi, me shumë impulse, por ajo që më bëri që t'ju jap një ftesë, t'ju bëj një ftesë në emisionin e sotëm është pikërisht botimi juaj më i fundit, sapo ka dalë kopjet e para, ashtu siç ju keni anoncuar, i një libri me titullin Burra të vdekur të gjallë. Një libër që vërtet të ngjall interes, që me titullin, por edhe me gjithë këto personazhe që ju i keni ravizuar në kopertinën e këtij libri. Në fakt, titulli është pak intrigues, sepse përgjithsisht shkruhet për femrat, ndërsa ju keni gjetë një titull, do thosha, dinjitoz natyrisht, Burra të vdekur të gjallë. Pse keni titulluar kështu? Po, Merita, është kjo metaforë që më dhurun ato njerëz që vërtet janë burra. Fillimisht më lejo, Merita, të them një 2-3 falënderime për librin. Si çdo libër, edhe ky libër nis me një lloj produktit familjar. Unë falenderoj ti me shoqë që Ikbalin, e cila ka punuar për redaktimin e librit, me shumë konsekuencë dhe me shumë përgjegjësi, edhe vajzën time Eris Bushati që mendoj që ka bërë një kopertinë që ka zbërthyer pikërisht ecurinë, materialin që ka pasur libri im. Ky libër ka nisur dhe ka zanafillen këtu e 15 vjet më parë, pra jemi 15 vjet së rreshturi duke punuar për këtë libër që më në fund doli në qarkullim, ashtu siç përmend edhe ti, janë kopjet e para të librit. Dhe u kushtohen 9 burrave, të cilët kanë ndruar jetë. Dhe ato janë? Po, janë Esat Ohtrova, regjizori i mirënjohur që vërtet ka lënë gjurmë në teatrin e Migjenit të Shkodrës, shkrimtari Faik Ballanca, përsëri një shkrimtar tjetër, Frederik Reshpja, Gjon Shllaku, përkthyesi i Iliadës, Hamid Gjylbegaj, një tjetër intelektual, Let Shllaku, regjizor i mirënjohur, Ndue Pal Shllaku, mund të më thoni diçka për këtë personazh? Po, atje do të flas për secilin nga këto. Ky është një intelektual që ka vdekur 20 vjeç në vitin 42
dhe ka lënë një arkiv shumë interesante. Po. Skënder Drini, shkrimtari i mirënjohur dhe Zep Zorba, përsëri një shkrimtar. Pra, përgjithsisht i jeni drejtuar njerëzve që kanë kontribuar në kulturën ton, në fushën e letrave, por edhe të teatrit, të fushave të ndryshme jetësore, gjithsesi, por që lidhen me kontribute shumë të vyera dhe që përbëjnë një pjesë të rëndësishme edhe të historisë së Shkodrës. Patjetër, kjo është bile themelore përgjithsisht sepse nocioni intelektual merita shumë i rëndësishëm në jetën e njeriut dhe këto ishin intelektual, këto ishin potenciale. Mund të them disa gjëra rreth përmbajtjes së librit. Unë kam zgjedhur përgjithsisht esen si formë shkrimit për t'i studiuar, për t'i parë, për t'i vizatuar këto personazhe. Një pjesë prej tyre unë i kam pasur miq dhe mbi bazën e tyre unë kam ndërtuar dhe kujtimet e mia, të cilat janë dëshmi të patjetërsueshme nga mënyra se si ato kanë qenë në të vërtetë, sepse shpeshherë mund të themi që kam pasur dhe polemika në lidhje me qoftë me curinë poetike, qoftë edhe me figurën njerëzore, siç ka ndodhur për shembull tek rasti i Frederik Reshpes. Gjithsesi unë këtu sqaroj disa probleme shumë të rëndësishme në lidhje me këtë profil. Atëherë me lejo, lutem, pak nga pak të flas për secilin. Esa Doktorova është një figurë shumë interesante. Ai erdhi në Shkodër dhe nëjti si regjizor. Nga Pogradeci është. Ai erdhi në Shkodër, po nga Pogradeci, ai erdhi në Shkodër dhe që 7 vjet regjizor i teatrit Migjeni. Një periudhë ndritur. Po, ai ishte regjizori i tretë që ishte në shkollë përkatëse, që erdhi nga Bashkimi Sovjetik. Dhe çfaqet pjesët që ka vënë regjizori Oktrova, mund të them që konsolidojnë ose vënë themelin e vërtet të teatrit Migjeni. Dhe shumë aktor, si Tinka Kurti, si Bep Shiroka, si Paulin Preka e të tjerë, janë produkt i punës regjizoriale. Ai jo vetëm që një regjizor i mirë, po ai ishte edhe një mësues i mirë, sepse këtyre u bëri dhe mësim skene, si të esnin, si të interpretonin të tjerat, pra ai dha shumë shpirt për teatrin Migjeni. Ndërsa shkrimtari i dytë që e kam njohur nga afër, Faik Ballanca, mund të them që është një fenomen letrar në letrat shqipe. Unë atë e kam parë edhe si fenomen njerëzor, po edhe gjatë leximit të gjithë veprës së tij. Ndërsa Frederikun, një nga miqtë e mi, unë e kam njohur që herët dhe kam një studim këtu rreth 40 faqe që i flas për Frederikun në shumë aspekte të jetës së tij. Për ta përmbledhur, për mua, sipas mendimit tim, ai mbetet një nga lirikët më të shquar të letrave shqipe. Po mik kam pasur edhe Gjan Shllakun për kthysin e Iliadës. Dhe jo me kot Gjonit i kam vënë titullin e shkrimit Iliada që përkthen Iliadën. Ai vet ishte një Iliad. Dhe shumë interesant qofse më lejon t'jap një fragment të vogël për Gjonin, që momentin kur i bën ftesë në një seminar ndërkombëtar në Greqi, për gjithë ato që kishin përkthyer Homerin. Dhe ku shkoi Gjoni, dhe ishte hera e parë, dhe kjo është bisedë pasi kishte ardhur, më tha, më beso tha Xhahit. Unë tha njoha të gjithë vendet, dhe këto i kam njohur që nga përkthimi i veprës. Hamid Gjelbegun, po kaloj te figura tjetër. Është një intelektual që dhe politikan dhe ushtarak shumë i zoti, person që në Shkodër është njohur si njeri që nuk ka votuar në sistemin komunist,
unë kam pasur rastin ta njoh nga afër, kam pasur takim 2 herë me të, dhe pastaj ju nënshtrova një procesi të gjatë të kërkimit të veprave të tij. Ai ka lënë rreth 16 libra, po libra të vegjël, domethënë nga 15 deri në 30 faqe. Po. Dhe janë shumë interesante, veçanërisht eset e tij filozofike, sepse nga natyra ishte kantian, por këtu duhet të them edhe një diçka tjetër, që studimi më i mirë për Hamid Gjelbegun është i profesorit Zet Bebeziqit, dikur ka punuar në bibliotekën e Shkodrës, dhe përsëri një intelektual tjetër shumë interesant. Pra, intelektuali po fliste për intelektualin. Lez Shlaku është një regjizor tjetër, por në vitet e fundit, pra në 5 vitet e fundit do thosha, ajo morët me krimtari letrare, botoj plot romane dhe poema, do të thoja që ishte regjizori i dytë i Teatrit Migjeni, dhe në mes të tjerave Lez Shlaku ka një vlerë, sepse në raportet e pjesës kombëtare me pjesët e huaja, ai u dha prioritet letërsisë së huaj, pra pjesëve të huaja, dhe vuri plot pjesë me plot pathos edhe me realizime artistike. Ndërsa figura e shumë interesante për mua dhe e panjohur ishte Noe Pal Shlaku. Ky ishte një gjimnazist, pra në vitet e fundit të maturës ai ndroi jetë, pra në moshën 20 vjeçare, dhe një aktore, nësa unë po punoja për librin për teatrin, më dhuroi apo më besoi arkiven e tij. Dhe arkiva e tij ka sot 8 romane, 16 novela dhe rreth 300 poezi. Dhe kur mendon për këtë pasuri dhe me këto njerëz që janë të panjohur, vërtet është diçka shumë e bukur që ju e keni nxjerr nga kjo hije, do të thosha, për ta nxjerrë në dritë këtë figurë. Është masë e vërtet, dhe elementin e parë unë e kam studiuar, detyrimisht thellimi do të jenë edhe në të ardhmen, dhe kam radhit në radhën e këtyre burrave. Dhe e dyta, pastaj më vonë unë besoj që do të botoj pjesë ose do botoj pothuajse gjithë krimtarinë e tij për ta bërë të ditur, të njohur, dhe pastaj studiuesit besoj që do t'i referohen edhe kësaj figure. Një nga miqtë mi ishte edhe Skënder Drini, një nga shkrimtarët e rënd dhe shumë të mirë të letërsisë sonë, një tërgjimtar dhe romancier vërtet i talentuar. Skënderin e kam parë në 2 aspekte. Edhe në aspektin njerëzor, se siç tham në shkrimin, jetë nga jeta e Skënder Drinit, ai kishte disa orë. Kishte orën kur vinte pinte kafe te lokali i Venecias, orari i miqve, orari i letërsisë dhe orari i Karolinës, një grua të cilën e deshti dhe sakrifikoi shumë për te. Dhe i fundit ishte Zorba, përsëri një mik i imi, që me Zorbën kam një peng që nuk u realizu. Aherë kur ishe gazetar në radio, shumë ju luta që të bëni një emision bashk. Pas shumë këmbguljesh të mia, ai tha po, por mirërisht emisioni nuk u bën, sepse ai pas 2 javësh vdiq dhe kështu meti peng, dhe unë këtë peng u mundova që ta zbërthej në kodin e tij. Ai ka qenë një intelektual shumë i kulturuar, tepër i kulturuar, dhe me mahnisë të filozofia e tij, dhe kjo ishte arsyeja që unë e futa në ato burra sepse ishte burr. Vetë termi burr në kuptimin e karakterit edhe të personalitetit natyrisht të impenjon për të parë një jetë të veçantë. Dhe duke radhitur në lexim të gjithë këto figura, të duket sikur ecën në vita dhe sikur shpalos një pjesë të kulturës,
të historisë së Shkodrës, të jetës së këtyre njerëzve që në dukje kanë qenë të thjeshtë, por në personalitetin, në veprën e tyre kanë lënë mesazhe të fuqishme. Ju e ndjeni këtë Xhahit, këtë detyrë që ju keni marrë përsipër, pra për të zbuluar jo thjesht personazhet, por edhe për të shpalosur një pjesë të jetës dhe të historisë së Shkodrës? Po, Merita, mendimi ju është shumë i drejtë dhe shumë i saktë, dhe unë e kam pasur peng, sepse për krijuesit, qoftë duke futur dhe veten, ne kemi disa detyrime ndaj qytetit, aq më shumë që ka qenë qytet me tradita dhe me histori. Detyrimisht ka shumë momente të pa eksploruara, shpresojmë që brezat do ta eksplorojnë atë, ta paraqesin Shkodrën me gjithë madhështinë e saj. Kjo ishte e para. E dyta ishte që librat janë ato që vullosin edhe përjetësojnë figurat, edhe aktivitetin, edhe kontributet e njerëzve. Natyrisht. Janë dokumente, janë fakte që unë mendoj që këto burra sikur janë harruar, këto burra u ka rënë pluhuri i indiferencës, i s'po themi mosmirnjohjes, por deri në farmaset të janë harruar. Dhe unë ndërthojzi kam zgjuar për të thënë të tjerëve që t'i sjellim sytë nga këto njerëz që i kanë dhënë hije jo vetëm vetes, por Shkodrës edhe përtej Shkodrës. Sepse Gjanshllaku për shembull përkthyesi është matër me gjithë përkthyesit e botës për të përkthyer Homerin, dhe e ka bërë të aftë gjuhën shqipe dhe veçanërisht geglishtën tonë të dashtën që të përkthejë një madhështi të tillë siç është Iliada. Dhe ky është një monument që nuk ka kusht i thot një fjalë, s'ka kusht i heq një presje, absolutisht. Por kjo difton edhe pasurinë e madhe frazeologjike, leksikore të Gjanshllakut, që në atë një dhomë një kuzhinë atje në Qafardi, dhe ai punonte si titan me orë të tëra, dhe me atë makinën e shkrimit aty. Edhe me atë buzëqeshjen tepër të pafajshme, do thoshin, si fëmijë. E veçantë ka qenë ajo pamje e tij gjithmonë kur i drejtoheshe me një mirësi që rrezatonte kulturë, që rrezatonte gjithmonë mirënjohje dhe bashkëpunim. Apo ja? Po, tjetër. Gjithsesi, unë Xhahit mendoj që ky libër, por dhe gjithë krijimtaria juaj që mendoj ta shpalosim gjatë bisedës son, është një mision shumë i bukur për të shpalosur pjesë të historisë dhe të kulturës së Shkodrës, gjë që patjetër është në detyrën e studiuesve, të intelektualëve, për t'i dhënë brezave të sotëm atë histori prej nga ku vim. Se një brez nëse nuk di nga ku vjen, ku shkon dhe ku është dhe ku do të shkoj, nuk i ka perspektiva të qarta, apo ja? Është vërtet, Merita, por unë do thoshte diçka. Kjo pastaj është e lidhur, domethënë, si çdo kush që ka fat, edhe unë kam pasur fatin të lindem në Shkodër, të jetoj edhe të këtu t'i ngrys ditët, dhe unë jam shumë krenar dhe dua këtë qytet, dhe është pjesë e civisë time, identitetit tim, dhe është për detyrë e çdo njerit prej nesh që pjesë të identitetit. Pastaj mënyrën se si e shkruan atë njeriu është shumë e rëndësishme të hap një brast, edhe pastaj ajo do të thellohet, siç e the ti, edhe nga brezat e tjerë, që sepse realisht këtu kemi një universitet për cilën është detyrë për t'i parë syt gjithmonë nga historia e Shkodrës, sepse në studimet, në qoftë edhe në diplomat, janë plot figura që duhet i referuar, duhet zbërthyer, dhe meritojnë pasaj që t'i gdhendim në libra dhe të mesim përjetësisht në libra. Sepse unë do të thosha që Gjanshllaku e do një bust, Hamit Gjelbegu po ashtu.
Skënderbini e Zevzorba dojnë një bust, ose dojnë një element mirë njohje, e kupton konkret një në këtë shkolla qytet. ose të një institucioni. Patjetër. Xhahit ju flisni për burra në kuptimin e karakterit dhe të personalitetit të tyre. Po dhe të vlerave. Edhe të vlerave, natyrisht, absolutisht është kjo. Por gjithsesi në këtë libër, ashtu siç ju e thatë në krye të herës, ka një bashkëpunim me pjesën femërore të familjes suaj. Më bën shumë përshtypje. Jeni do të thuash artista në kuptimin e vërtet të fjalës, shkrimtar, bashortja juaj e piktoria mirënjohur, Iqbal Kalaja Bushati, që shpesh vjet në rolin e redaktores. Por edhe Irisi, vajza juaj, është piktore dhe në këtë rast, jo vetëm në këtë rast, po me që po flasim për librin më të fundit, ka bashkëpunuar për kopertinën dhe paraqitjen grafike të tij. Si e shikoni ju këtë bashkëpunim të vazhdueshëm, të hershëm, të ripërtrirë vepër mas vepre? Është shumë e rëndësishme që unë e quaj aktet e besimit. Po. Dhe unë kam besuar, sepse si më thënë, lexuesja parë, kritikja parë, redaktoria parë është ime shoqe, dhe pastaj komunikoj me vajzen, që realisht e kam sot në Tiranë, dhe ajo me sjell shpesh variante kopertinash. Dhe mu më ka pëlqyer kjo kopertinë, se siç e shef Merita është si një lloj mermerit, këtu po ta shikosh, që përmes një pergamenit këtu që difton edhe lashësinë, por edhe nderimin për këto burra, dhe kjo lloj heshtje është një heshtje lavdije për këto burra. Pra, unë mendoj, dhe po ta shikoni është edhe një lloj kthimit këtu, si burra shkruar me zeza, me të bardhë këtë, edhe mendoj që... Dhe ka pak drejtëhije, ashtu siç ju thoni, ka drejtëhien aty ku diku ka qenë në një heshtje errësire, dhe një dritë ku ato dalin dhe... Sepse të gjithë këto, është vërtet kjo, janë raportet me kohën që i kanë jetu, se shpeshherë për disa koha është kthyer në antikohë dhe adash pastaj problemi i ekzistencës për me jetu të këtyre njerëzve, për të shkruar dhe pastaj për të jetuar me pas. Në fakt, ardhja juaj këtu, Xhahit, më intrigon për në shumë aspekte, sepse ju identifikojnë përveç studimeve, librave që ju keni shkruar, drejtuar personazheve të ndryshme, figurave të ndryshme të artit, kulturës, historisë së Shkodrës, ju identifikojnë letërsia për fëmijë. Që në hershmërinë tuaj keni botime të panumërta, mbi 30 libra, dhe ndoshta unë që realizoj edhe emisionet për fëmijë këtu në radio, shpesh ju referohem, dhe nuk e di, më dukeni shkrimtari aktual më i referueshëm. Të falenderoj, po ma ban qefin. Çfarë mund thoni? Po, është e vërtet, Merita, pa dashur të hi në pjesë të gjithë këtyne, po i quajmë parcela që unë studioj, se ky është libri i parë me studime, pas 2 librave për teatrin, ky është libri i parë që ka një portret tjetër, por unë mbetem shkrimtari letërsisë për fëmijë dhe mundohem që këtë lloj nocionit ta vadis çdo ditë me krimtarin time. Është e vërtet, libri i parë daton në vitin 1976, një libër me skica dhe tregime. Siç duket, Merita, kam hinë në këtë hulli, siç duket kam pas talent, edhe jam njerë mirë. Ju e kujtoni atë indicje të parë, apo hyt ashtu natyrshëm që as ju vetë nuk e dini se si ju erdhi kjo drejtimi i kësaj rruga? Po, ka një fenomen pak i çuditshëm që ndoshta në disa shkrimtarë të tjerë mos mund të ndodhë. Unë kam filluar me letërsi me poezi për të rritur, dhe shikoja sikur kishte një lloj ngershit. Nuk isha fort, si më thënë, në realizimet, dhe duhet isha dikushi.
bëra ca sprova në letërsinë për fëmijë dhe e kuptova se aty ishe në shtratin tim. Atëherë, ju përvesha, si themi, kësaj rruge dhe pastaj del nga dalë. Dhe është shumë interesant, botimi i parë, ka kënë takimi i parë me shkrimtarin Odisej Grillo dhe kërkoj me ngull shkrimtari Xhevat Beqarej që ti ishte recenzent i librit dhe i libri u botua. Pastaj kaluan vite dhe unë botova libra, shumë libra unë edhe me çmime, por ka një çudi në gjithë shkrimtarinë time për fëmijë. Sikur ju shmanga tërgimit, pastaj me vonë botova një libër me tërgime, po përgjithsisht krimtaria ime, pjesën ndërmuese e zën dy pamje, poezia dhe prralla. Dhe vetë prrallat e mia ngjajnë si poezi, siç duket ata nërthuren pa. Kështu që them që unë jam duke vazhduar dhe bile kam në dorë një libër me poezi, do t'jetë një botim të largët, për moshën 5 deri në 6 vjeç, që mendoj që do t'i lutem vajzës përsëri për ta ilustruar. Dhe patjetër me shumë kënaqësi do ta realizoj. Them që po, mund t'jetë që nofta kjo letërsi e moshave tepër të vogla e ka një haus letërsia për fëmijë që është mase e domosdoshme, që poezia t'jetë poezi. Pikërisht më ka lindur që herët një pyetje, letërsia për fëmijë sipas mendimit tim ka patur një rrugë me shkrimtarët Odisej Grillo, Adelina Mamaçi, Xhevat Beqaraj e të tjerë që ju mund ta plotësoni, por tani më duket sikur ajo ara e madhe e lëvrimit ka ende pjesë pa pluguar aktualisht. Mund të më përmendni, mos ka një zbrasti në krimtarin për fëmijë të autorëve cilësor ose që e ka nisur këtë rrugë, unë dua t'ju beqoj juve, po cilët aktualisht janë idhtarët e kësaj letërsie? Unë e njoh nga afër këtë letërsinë për fëmijë dhe të ri, dhe në procesin e saj ajo ka pasur dy pjesë. Deri në 90-ën ka qenë ajo letërsi që ka qenë, dytërmisht në metodën e realizmit socialist, por ajo letërsi ka pasur një pjesë për cilën ndërohet edhe sot e kësaj dite, por edhe nuk arrihet edhe sot e kësaj dite. Ne kemi krimtari nga autor që përmendni, si Odisej Grillo, Adelina Mamaçi, Xhevat Beqaraj, Tasim Gjakutaj, që edhe sot e kësaj dite poezia tyre nuk arrihet dot. Ndërsa pas 90-s pat një udhkryq në lidhje me letërsinë për fëmijë dhe të ri, në lidhje ndoshta edhe momentet e kohës së të rrimit sistemit, por do të them edhe këtë tjetrën, që shumë autor kanë ndruar jetë dhe ata kanë lënë një zbrastir të madhe. Ndërsa sot që po flasim, e them me shumë kompetencë shkencore, letërsia për fëmijë dhe të ri ka ardhur duke u rrudhur. Nuk ka shumë interes dhe kujdes edhe nga institucionet përkatëse, por ajo që është ma e frikshmja, do thoja, në letërsinë për fëmijë ka spakut një dekadë që nuk po hyn një shkrimtar, një krijues apo një krijuese e talentuar në letërsinë për fëmijë. Kështu që le t'i lëm me njanë ato promovimet ku derdhet sheqer edhe maten shkrimtarët me pak vlerën e librat e tyre i bajnë sa Himalajat, kjo është tjetër, por letërsia shqipe vjen çdo ditë duke u zvogluar. Dhe ka një raport të shdrejt, po fiton terren letërsia e huaj. Kemi përkthime jashtëzakonisht. Këtu do thosha, do të basha shumë një thirrje shumë miqësore që botuesit të mos thonë
nuk ka shkrimtar shqiptar për fëmijë. Dalin dhe t'i kërkojnë, t'i gjenë, dhe t'jenë dashamirës dhe t'a botojnë këtë letërsi, se është shumë e rëndësishme nesër, do të pyesin, po cili është identiteti ynë, cila është filozofia, dhe do themi ne që ashtu si përmendim sot me Nerim, Odisejnë dhe shkrimtarët e tjerë, dhe që këto që përmendim për mu janë shumë të talentuar, bile tash Adelina për shembull gjatë një dekade ka botuar plot libra, por studimet tona literare janë të pakta, realisht janë të zbeta dhe nuk evidentohet, sepse edhe vetë gazetat nuk kanë interes, nuk hapin fort rubrika në lidhje me pamjet e kësaj letërsie. Si mendoni ju, si mund të stimulohet zhvillimi i një letërsie të tillë? Zhvillohen, mund të ketë disa arsye, unë po përmend 2-3, e para duhet ketë strategji nga dhe projekte nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit. E dyta, shpit botuese ta marrin pak iniciativen dhe të kërkojnë autorët dhe të botojnë libra. Dhe pastaj seminare, dhe pastaj konferenca, dhe pastaj probleme të trajnimet, po është bukur që le të jenë shkrimtarë të ri të dërgohen jashtë shtetit edhe në për këto koloni që janë letrare edhe të mësojnë edhe nga autorët e tjerë. Sepse ka qenë shumë interesant vjet në kuadrin e letërsisë për fëmijë, ambasada gjermane dhe pata rast të takohesha me atë shkrimtarin që kishin gjerman në Tiranë, dhe pyetja parë ishte a jetoni me letërsi? Unë qesha dhe i thashë ju vini për herë të parë në Shqipëri? Tha po. Nuk e njihni, tha Shqipërinë. Ne jemi një vend i vogël dhe shumë gjana i kena me të vogla. Por kemi shkrimtar që nderohemi, po unë kam zgjedhur mësuesin, një profesion që është afër zanatit të shkrimtarit, sepse në lidhje me motivin edhe personazhet i kemi gjallë dhe në kontakt për ditë. Por do kesh parasysh edhe diçka që është letërsi që botohet 500, shumë 1000 kopje. Pastaj nuk ka problem, nuk ka treg, nuk ka agjensi të tregtimit të librit, bibliotekat po janë të varfra, nuk shpërndahet libri, pra janë një seri problemesh, se po të shpërndahet libri, dhe po të plotësohen bibliotekat, do të jetë shumë e rëndësishme për ato fëmijë, do të kemi marrëdhëniet shumë më të mira me leximin. Unë mendoj edhe nga kontakte që kam me fëmijë. Truri fëminor është si një sfungjer i fat që thith, dhe a ka gjë më bukur që një fëmijë të afrohemi me librin, është mosha më e favorshme, më e bukur, dhe t'i japim një ushqim cilësor, jo ta keq ushqejmë. Gjithsesi, Xhahit, me sa di unë, ju po shkruani edhe një libër studimor për letërsinë për fëmijë. Po, Merita. Realisht, si ndryshe nga librat e tjerë, vajza me ka bërë kopertinën, pra kopertina është e gatshme. Dhe të ka inspiruar. Po, edhe unë e kam titulluar këtë libër që do të jetë me disa vëllime, Magjia e një letërsie. Dhe më thonë është libër që ka vite që unë punoj, dhe këtë radhë në faqet e librave të mi do të jenë jo vetëm shkrimtar nga toka më, po do të jenë edhe shkrimtar nga Kosova dhe nga Maqedonia, kuptohet letërsisë për fëmijë. Dhe unë kam filluar me një lloj rani alfabetik, dhe në vëllimin e parë do të jenë një pjesë e shkrimtarëve që fillojnë me A. Do të jetë në formë antologjie apo Jo, studime, pra. Me një këtë titull, Magjia e një letërsie. Diçka shumë e bukur. Megjithatë, minutat ecin dhe un kam shumë për t'ju kërkuar në intervistën e sotme. Meqense në krye të bisedës son përmendëm që kemi qenë kolegë.
këtu në radio. Puna e të hershme natyrisht më kujton shumë realizimet tuaja, emisionin Semafor, emisione të tjera që lidhen me figura të artit në Shkodër. Ju kësaj fushë jeni kushtuar shumë, madje me sa di unë keni shkruar dhe keni, nuk e di për botim ose jo, patjetër që do ta keni afër, biografit artistike të vjetra, nuk e di nëse e kanë kaluar shifrën, numrin 3 shifror të figurave të artit në Shkodër. Një studim, një botim biografik i këtyre figurave që natyrisht ka një interes të jashtëzakonshëm. Ku jeni me grumbullimin dhe me shkrimin e këtyre materialeve që mund të jenë shumë voluminoze? Tani Merita, me preke si themi ne në themën e Akilit. Në vitin 1988, kur unë erdha në Radio Shkodra, ka qenë të nërtesa të shtëpia Lumanve. Po, që herë e kam pas këtë ide, sikur me thrisë e teatri që e kishim komshi balë për balë. Dhe që herë, pak nga pak, nështë në miniatur, fillova të hulumtoja, të bëja për figurat e aktorëve të teatrit Pigjeni, të cilat pastaj i zgjerova kur erdhem në këtë ndërtesën e re. Dhe kam vazhduar. Aktualisht s'kam rreshtur edhe nuk rresht se pushuari. Mund t'jap ca kuriozitete. Pjesën dërmuese të materialeve unë e kam botuar dhe vazhdoj ta botoj te gazeta shqiptarja.com. Me këtë rast unë duhet të falënderoj edhe 2 vetë, përveç drejtoreshës së teatrit, por Rita Gjeka, por edhe Meritën, edhe Tashtia Sitfanin, të cilët Merita Smaja, që pa përtesë më kanë nga arkivi, më kanë nxjerrë shumë dhe shumë fotografi, gjëra që plotësohet. Tani unë do të them kaq, që libri ka arritur rreth 3000 faqe daktilografike. Dhe po bisedoja edhe me Rikun, unë, domethënë, të falënderoj edhe për një diçka sekret, pak e trishtueshme është kjo, por ja që do ta themi. Unë ligjërisht nesër dal në pension. Dhe edhe 100 vjeç. Është një augur i mirë sot emisioni si një parathanie e librit. Në fakt, kjo ishte urimi për ditëlindjen në 17 maj, do të ishte qershia mitort, atëherë kur biseda do të përfundonte sot, por ju e zbuluat më herët, në fakt më kisha ruajtur. Pse po them, Merita, që besoj do të kem kohë të mjaftueshme për të ulur për ta parë edhe një herë, për ta redaktuar, për të shkurtuar, për të zgjatuar, pastaj procesi tjetër i fotografive që do të jenë, pra do të jenë një libër që sigurisht do të jenë me disa vëllime. Po, do të ketë disa vëllime. Dhe pastaj, si themi me kismet, do të jetë në dashamirës të karakterit sponsorizues për t'i përkujtu këto njerëz që kanë dhënë jetën në skenë, kanë qenë shumë ideal, dhe Teatri Migjeni ka qenë një institucion që i ka bërë karshillek shumë për vlerat edhe teatrit kombëtar, dhe një pjesë prej tyne i kam pasur miq, por kanë qenë të talentuar, shumë të talentuar. Kanë qenë me shumë devocion, me shumë botë. Si mendoni? Tani, problemet e teatrit janë problemet e teatrit. Gjithsesi, teatri mundohet të rrinë e kam, të gjallërohet, tjerat, por kam përshtypjen që muhen figurat, realisht. Jo për fajin e tyre, por si duket, ndoshta sistemi i ri ka bërë që shumë gjëra të çalojnë, por ato burra kanë qenë burra, po e marrim metaforën e librit,
kanë bërë mrekullina për mua. Tani që unë po i studioj, tani unë që bashkëbisedoj çdo ditë me secilin prej tyre, them që kanë qenë jo vetëm të talentuar, por edhe shumë të kulturuar, edhe shumë njerëzor. Janë tre tipare dhe ka edhe një diçka tjetër, edhe dy elemente nga ajo shumësi cilësisht të tyre, fisnikëria dhe mirësia kanë qenë bashkëkohëtar në shpirtin e tyre. Për këtë arsye, unë nuk bëj asgjë tjetër, veç se këtë peng dhe këtë detyrim që kam në qytetit tim, në rastin konkret Teatri Migjeni si institucion zë madh, kam dëshirë që këto burra zë mëdhej ti regjistroj në rthojza në faqet e librit tim. Pastaj, unë s'do t'i them të tëra, sepse do t'jenë edhe të tjerë që do studiojnë të tjerë, por unë kam një filozofi vështrimit në lidhje me këto figura. Së bashku me këto figura dhe personalitetin tuaj, shkrimtari Xhahit Bushati, i bashkon një pasion i madh për kulturën, për vlerat e kulturës, për letërsinë, për artin, për historinë e Shkodrës, e cila shkruhet ditë pas dite, mbet në kujtimet tona dhe përjetësohet në libra. Xhahit zakonisht shkrimtarëve, njerëzve të njohur u bëhet pyetja se çfarë do të vijë më pas, domethënë cila do të jetë interesi juaj për të shkruar. Dëgjuesit nëse na kanë ndjekur, e kanë marrë këtë përgjigje. Nëse cilën nga këto gjini, nga këto zhanre, madje edhe shumë gjëra të tjera që patjetër nuk u thanë, sepse kaq na premtoi koha këtu në studion e radios dhe është e pamundur të thuhen të gjitha. Ne i ndjejmë në punën tuaj, në kërkesën që ju keni tek vetja, por dhe tek gërmimi tek këto figura, tek gërmimi në letërsinë për fëmijë që është vërtet një fushë e mrekullueshme e krijimtarisë tuaj. Besoj se shpreh mendimin e të gjithëve që ju jeni sinkronizuar në valët tona, të gjithëve ju që po na ndiqni kudo qofshi nëpërmjet internetit apo Facebookut. Ta urojmë Xhahit Bushatin për gjithë këtë veprimtari, për gjithë këto vlera që ne i sjell në faqet e librave, për gjithë këtë punë që bën ditë pas dite. Ta urojmë dhe jetë të gjatë. Një ditë para ditëlindjes ti, duke shpresuar që gjithmonë me këtë vitalitet, me këtë dinamizëm të vazhdoj punën e tij krijuese në të gjitha fushat që ai punon. Faleminderit shumë Xhahit. Merita, unë të falënderoj pa mas. Dhe kam përshtypjen që kam folë më shumë se herët e tjera, sepse zakonisht shkrimtarët flasin përmes librave. Dhe të falënderoj për gjithë vlerat që nuk e di se sa i meritoj, por një gjë do të them që edhe unë diçka kam bërë dhe dua të bëj për Shkodrën time. Edhe një herë faleminderit dhe ju uroj gjithë mirat. Mirënjohje Xhahit. Radio Shkodra